veshja e famshme e Myzekes Guna me rrëke, një veshje... Guna me rrëke është ndër kostumet më të ndërlikuara për nga ana e realizimit teknik, sigurisht kur flasim për veshjet origjinale, pra është cilësuar si një ndër 3-4 veshjet më të ndërlikuara vështirësisht të realizueshme dhe që duhet të futet në UNESCO. Të pasaportizohet një lloj si xhubleta. Si xhubleta. Është kaq e ndërlikuar sa xhubleta, edhe pse xhubleta e fiton, le të themi, statusin e saj edhe për nga shumësia e elementeve dhe domethënies së këtyre elementeve që nuk janë zbuluar akoma të gjitha, po për mua personalisht Guna me rrëke është ndër veshjet më të bukura të shtoj dhe diçka kostumografisë nga përvoja ime kulturore dhe profesionale, koreografe dhe koreograf theksojnë se kostumet popullore shqiptare dhe duke veçuar dhe kostumet popullore të Myzekes, nuk e pengojnë valltarin ose valltaren gjatë vallëzimit, një element që nuk është thënë në etnografi për kostumet popullore.